Okej, avokat, çfarë u vendos ditën e sotme për Dorianën? Atëherë ne paraqitëm një kërkesë për rivendosjen e afat të drejtës së ankimit dhe një nga mekanizmat që parashikon ligji për personat e dënuar me vendim formë sprer, kur gjykimi është zhvilluar në mungesë dhe gjykata pranoi kërkesën për rivendosjen e afat të drejtës së ankimit. Pranimi i kërkesës sjell automatikisht pezullimin e ekzekutimit dënimit sepse vendimi tashmë nuk është i formë sprer e i kthehet te drejta e ankimit. A do të thotë kjo që do të lirohet ditën e sotme? Po, sjell pasojë të menjëhershme, menjëherë nxirret urdhri i ekzekutimit nga organi nga prokuroria, ja transmeton autoriteteve të burgut dhe autoritetet e burgut vendosin lirimin e menjëhershëm. Domethënë sot jep pasojë të menjëhershme. Si e keni parë këtë vendim dhe këtë rast, duke qenë se mori edhe një bujtje të madhe publike për edhe sensitivitetin e kësaj çështja, reagimin e autoriteteve në raport me këtë rast? Autoritetet, domethënë, i vetmi problem, mendoj unë, në aspektin ligjor, është mundësia që duhet të jepësh të personit për t'ju njoftuar vendimi i formës sprer, që ajo të mund ta ekzekutonte vullnetarisht, paraqitesh para autoritetit burgjeve dhe të vijonte ekzekutimin vullnetar dënimit, sepse besoj që është e parashikueshme edhe kjo mundësi, por ato kanë vendos dalimin menjëhershëm, kanë filluar ekzekutim, pastaj kanë filluar ato procedurat e transferimit. Problemi ishte 2 ditë që qëndroi në Tiranë, nuk kishte kushte, sepse ka një fëmijë në 1 vjeç që ka nevojë të domosdoshme për kujdesin e nënës, është më tepër që është me ushqim gjiri. Dhe pastaj në autoritetet e burgut të Pojsës u treguan shumë njerëzor, në fakt human, dhe e sistemuan bashkë me fëmin. Është e qetë, i kemi garantuar që procedurat do të vijojnë shpejt, procedurat vijojnë vërtet shpejt, sepse ka ndërkohë në vetë gjykata, ka ngarkesat e veta dhe mund të zgjasë pak në kohë. Avokat, për të sqaruar edhe një diskutim publik, ishte rasti 34 vjeçares një mundësi për të përfituar nga amnistia penale? Unë e pash dhe mundësinë nëse përfitonte nga amnistia penale e vitit 2026, ajo nuk përfitonte nga amnistia penale e vitit 2026, për shkakun, mendoj unë, se vendimi mori formë prer pas datës 31/5/2026, të cilin dhe kishte vënë si afat kohor ligji për amnistin, për të amnistuar dënimet e dhëna deri në këtë datë. Ndërkohë që kjo nuk ishte vendimi mori formë prer pas datës 31/5. Faleminderit. Faleminderit juve.